Horoskopi ditor, enjte 29 janar 2026. Dashi. Dita e sotme mund të kthehet në një ditë monotone. Vëmendja juaj do të fokusohet në përmirësimin e buxhetit dhe rikthimin e rregullit në shtëpi. Është e mundur që dikush t'ju surprizojë, gjë që do t'ju falë një kënaqësi të papërshkrueshme. Demi. Dita e sotme mund të jetë kritike për punën tuaj. Mendohuni mirë përpara se të paraqisni një projekt në punë, pasi rezultatet e nesërme do të përcaktojnë për një promovim të rëndësishëm në të ardhmen e afërt. Mundet që një antar i familjes t'ju kërkojë ndihmë financiare. Binjakët, përgatituni për një të papritur dhe tregohuni mjaft të kujdesshëm gjatë ditës, pasi mund të përballeni me vështirësi të shumta. Beqarët e kësaj shenje mund të takojnë një person shumë special ditën e sotme. Gjithashtu, bëhuni gati për shpenzime të paparashikuara. Gaforia. Kjo ditë ka gjasa t'ju sjellë ngjarje që janë më shumë se thjesht shanse. Besoni në ndjenjat tuaja dhe mos keni frikë të filloni një bisedë që mund t'ju kthejë pas në të shkuarën. Bisedoni me takt dhe bëni durim. Luani. Përpiquni të shmangni personat konfliktual gjatë ditës së sotme. Energjitë e tyre të mpiksura me tuajat mund t'ju çojnë drejt një konflikti të madh. Kjo ditë mund të kalojë qetësisht nëse fokusoheni tek rutina juaj dhe të shmangni temat pa interes. Virgjëresha. Mund të keni shanse të mëdha për sukses. Gjatë paradites mund të zhvilloni një takim të suksesshëm në punë në favor të ideve tuaja, në kuadër të diçkaje konkrete, ndërsa për disa të tjerë suksesi do të jetë në aspektin personal. Peshorja. Do të përballeni me konkurrencë, por fati do të jetë në anën tuaj nëse sapo keni filluar të trajnoheni bëni diçka që mundeni për të arritur rezultatet e duhura. Është shumë e rëndësishme të gjeni kohë për t'u relaksuar, në mënyrë që të riktheni energjitë e humbura. Akrepi. Sot do të ndjeni të kënaqur në aspektin profesional. Ata që po punojnë për një projekt të rëndësishëm do të mund të ndërmarrin një hap që do t'i çojë drejt një drejtimi të mirë, ndërsa pas pune nuk parashikohet ndonjë gjë veçantë përveç rutinës tuaj. Shigjetari. Kushtojeni më shumë rëndësi vetes. Do të përpiqeni gjatë gjithë ditës të ndihmoni çdo që ka nevojë, por kjo mund t'ju shpërqendrojë nga disa çështje mjaft të rëndësishme për ju. Megjithatë, në fund të ditës parashikohet të keni rezultate pozitive. Sa i përket aspektit personal, jo gjithçka do të shkojë ashtu si ju e dëshironi. Bricjapi. Do të dukeni shumë sharmant gjatë ditës së sotme. Beqarët e kësaj shenje duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi, nëse duan të tërheqin personin që ata dëshirojnë. Ndërkohë duhet të bëni kujdes me financat, të mos bëni blerje të shtrenjta. Ujori. Merrni parasysh pasojat e mundshme për disa veprime të nxituara nga ana juaj. Mund t'ju ofrohet një promovim, por edhe pse mund t'ju duket joshës, sigurohuni që të mos ketë ndikim negativ tek personat e tjerë të përfshirë. Do të kaloni një mbrëmje mjaft të këndshme në shoqërinë e partnerit apo partneres tuaj. Peshqit. Do të jenë në betejë të vazhdueshme me disa çështje të ndryshme. Kjo mund të vijë për shkak të pagjumësisë apo prej disa problemeve të caktuara. Rekomandohet të filloni sa më shpejt takimet dhe të përpiqeni për rezultate të këndshme si më parë. Her pas here mund të ndiqni intuitën, pasi mund t'ju çojë në drejtimin e duhur.